LDK është partinë e rritje tani dhe mundësia, për të rritur, nëse do të shkohet në zgjedhje të reja ose nëse do të kaloj edhe një mandat tjetër dhe të del partia e parë dhe partia që do të marrë pushtetin në vend, është jashtëzakonisht e madhe. Me bërën e koalicionit këtë gjasa zbehen, për shkakun që një pjesë çfarë do suksesi që do të mund të prodhonte kjo qeveri, në radhë të parë do t'i atribuohej kryeministit Kurti, dhe prandaj e më pak partnerët e koalicionit LDK-s, dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme sigurisht si partneri i koalicionit LDK nuk do të kishte shumë hapësirë për të kritikuar vetëvendosjen dhe kësaj edhe rezultatet të saj mund të ishin mund të jenë më do të sigur të qëndronte në opozitë. Të duke sinqert letra që Kurti i dërgoi Abdigjikut, sepse ka pas shumë komente që nuk ishte sinqert dhe gjëra të tilla. Jo, qërë, po mdoj, sepse është interesi vërtet i vetëvendosjes. Nuk ka të çfarë mos ketë sinqeritet. Por problemi është që simpatizantët e PDK-s, të cilët presin me çdo kusht që Albin Kurti t'i afroj koalicion PDK-s, tani kundërshtojnë, janë të prirur të shajnë dhe nxjerrin vicklan në çdo kuptim, vetëm që të sillin punën deri aty që të bëhet një koalicion vetëvendosje PDK, i cili do të ishte në interes të PDK-s, por jo në interes të vetëvendosjes. Por derisa ky koalicioni vetëvendosje LDK është në interes të vetëvendosjes, në radhë të parë, e më pak ose as pak në interes të LDK-s, koalicioni PDK vetëvendosje të ishte tërësisht interesi i PDK-s, edhe as pak i vetëvendosjes, dhe natyrisht që këtë e dëshirojnë simpatizantët e PDK-s dhe çdo lëvizje të Albin Kurtit, e cila nuk qënë në një koalicion në PDK, për ta është pëmdoj bëhet pastaj mete objektivi i kritikave e tjera. Zotëri Spaju, do të kthehemi më njëherë tek ju vetëm pasi të lexoj një deklaratë Albin Kurti që ka dhënë lidhur me këto zhvillime. Kryetari i VV-s Albin Kurti në Gjilan është pyetur se a pret përgjigje pozitive nga kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ato janë çështje të Prishtinës. Ktu jemi për banim, tha shkurt ai pasi e vendosi gurthemelin e objekteve për banim të përballueshëm dhe social në Gjilan. Në anën tjetër, një gazetare ka pyetur se a ekziston frikë të opozita që nëse konstituohet kuvendi, formohet qeveria. Nuk është kollaj të analizojnë frikën e opozitës. Edhe kjo është punë për analista. Unë kryeministër vazhdoj tutje, ose VV vazhdojmë tutje. Ka thënë Kurti duke qeshur. E nën kuptuam nga përgjigja që ka qenë duke qeshur. Zotri Spaju, një koment për këtë që dëgjuat, për këtë përgjigje? Natyrshme, dhe zakonisht gazetarët tonë bëjnë pyetje çfarë intereson, jo për atë çfarë intereson plazon një koqire të një eventi. Sigurisht që kryeministi ka qenë interesuar që të flitet për atë për çfarë ka shkuar aty në Gjilan, dhe jo për çështje të cilat ndoshta nuk ka pasur ndonjë përgjigje çfarë thotë, dhe është thjesht një keqpërdorim i, si të them, i një koqirllëkut. Unë mbaj mend kur ishte përvjetori i televizionit Mitrovicës dhe aty ishte dhe kryeministi atëhershëm Haradinaj dhe plot politikanë të tjerë, dhe gazetarët i pyesnin për gjërat të cilat s'kishin përvjetorin
në televizionin Mitrovicës, në ndërkohë që kishin ardhur të hanin drek të shtruar nga televizioni Mitrovicë. Kjo ishte një gjë se të them bukëpërmysje. Po natyrisht zotri Spaju, besoj e kuptoni që kur kemi zhvillime kaq të shumta dhe pritet një përgjigje dhe ka një interes edhe të publiku dhe të votuesit mbi të gjitha, kur gazetarët kanë përballë një aktor kryesor siç është këtë rast kryeministrin Dorheqja, është e pashmangshme të bëhet një pyetje për gjithë këtë aktualitet. Por, si që është e drejtë e gazetarët pyesin, është edhe drejtë e politikanit mos më përgjigj. Thjesht është e njëjta nga e njëjta drejtë. Drejta e ti me pyetje, drejta edhe mos më përgjigj, por unë nuk është e hiqshme nga ana e Niko Qir, nuk po di se kush ka qenë Niko Qir atje në Gjilan. Por si do qoftë se cili në të drejtën e vetë, edhe gazetarët, por edhe Kurti. Çfarë prisni se do të kthej LDK-ja, çfarë përgjigje pritni saktësisht nga LDK-ja? A mund që LDK-ja të na surprizojë? Ose çka do të kërkoj saktësisht nga qeveria Kurti për të nëse pranon, po. Nëse veç pranon. Që qëndrimi i LDK-s do të varet kryesisht nga qëndrimi i liderit të saj Lumira Abdigjikut. Është vështirë, me paragjyku atë se cili do tjetë, do duhet të isha në kokën e Lumirit për me... Po nga ato që kemi pa, nga qëndrimet që kanë tregu vazhdimisht? Tani, unë mendoj që Lumiri pret të bëhet kryeministër i jashtëm, nuk dhe në dritën e asaj se çfarë mendon si e sheh ai po ndaj këtë rrugë të qëndruar në pozitë apo të bërit koalicion, do të marrë dhe vendimin e tij. Po të isha në vendin e tij, nuk do të bëja koalicion. Pse? Pse nuk do të bënit koalicion? Sepse do dëshiroja që të kem gjasat më të mëdha të bëm kryeministër në mandatin e ardhshëm. Po nga ajo që kemi po, nga rezultatet e zgjedhjeve të fundit, është e mundshme kjo? Por Lumiri mund ta mendoj këtë gjë më ndryshe. Thash do të shohim përgjigjen e tij, do të shohim se cila do të jetë përgjigjja. Ndërkohë, fakti që nuk ka një përgjigje të prerë më njerë, që mbase ka mundur të jetë një përgjigje dje, a flet për diçka kjo? Po flet, pa tjetër flet, se ai dëshon po mendoj thjesht i konsultoj strukturat e partisë, dëshon të tregohet më demokrat e tjerë për shkakun që edhe në vende korpusin e LDK-s ka pasur lëvizje politike digresive, një mosbindje ndaj liderit e tjerë, të gjitha këto dëshon të qetësoj këtë gjafra dhe të jap një përgjigje më pas. Kjo është kryqë e natyrshme. Në anën tjetër, nuk ka pse të nxitoj në këtë, sepse kjo është një çështje pazari politik. Në qoftë në rastin e përgjigjes pozitive, qoftë në atë negative, mendoj se ai ka vepruar drejt që nuk është nxitur.